Dyshe ka jetën e përditshëm. Okej, mundesh me thonë jo biznesi tina mund sill kishe rich apo din domethënë po. Janë shumë fejkera shumica. Reperat. A ka në reper të cilin te kishe veçu që thu valla që këm pëlqen, që këtë bën tamam në rap. Se ka nëse një reper për ty është që për shembull, jo, unë po jam thënë që për në Kosovë, unë kam dhënë votën teme keni për në Kosovë s'ka më të madh se Geti. Po. Është një për reper më të vllaj Shqipërisë. Po. Domethënë duhet me mësas diçka realisht, më kupton që Geti është, qofse do të flas për dikon, ko pëlqej, unë pëlqej Geti, për Shqipëri. Për Shqipëri. Po. Edhe me mu janë kret, me mendimin tim. Po tash mu vëm intereson në Shqipëri kush pëlqen, se në Kosovë ke Geti. Shqipëri pëlqen, është ideal shumë i talentuar. Ai ka hinë rap shumë shpejt. Ka përsej shumë shpejt. Po. Stresi, da. Jo që arin pëlqen këtu në Shqipëri. Do me thonë e do në vetër shumë. Normal, po se desh në vetën, s'ki respekt për vetën, po shumë menu gjithmonë për vetën. A të pëlqen Noizi si reper? Kisha thonë, qysh kënon. Qysh kënon, se unë s'po të pës për Noizin personalir se kem të kull për repera. Normalisht që edhe ai ka talent, kënon mirë, se kjo muzikë, kush kënon mirë, Ti po thu që s'ka reper në Shqipëri, atëre për diri sa thu s'ka reper në Shqipëri, unë po ta ceki një i cili ka fansa, jo pak fansa, po pak. Unë thash ty, nuk përmena emra se kush nuk është reper, unë thash një pjesë për 80% janë fejkera, thash. A më kupton? Okej, a do këtë Noizi fejker? Ato, në tekstet këngës po, nuk është shashrin sa flet. Po, talent ka. Qka kështë po vetën nëse s'kishe qenë ka reper? Me qka ishe marrë? Isha marrë, normalisht dhe isha marrë